Moti i keq ka shkaktuar probleme të mëdha me furnizimin me energji elektrike në disa zona të jugut të vendit. Për shkak të erës së fortë bregdetare, disa fshatra të Bashkisë Timar, përfshirë Borshin, Piqerasin, Çeparon dhe Lukovën, janë pa energji elektrike që prej mëngjesit të së dielës. Banorët raportojnë se ndërprerja ka qenë e vazhdueshme, duke krijuar vështirësi në jetën e përditshme. Ndërkohë, situata e ngjashme raportohet edhe në Bashkinë e Selenicës, ku fshatra si Velça, Ramica, Bashaj, Romës, Resulaj, Matogjin, Kallarat, Tërbaç dhe Kuç po përballen me ndërprerje të shpejta të energjisë. Sipas banorëve, dritat stakohen për disa orë, rikthehen për pak minuta dhe më pas ndërpriten sërish me shtimin e intensitetit të erës. Autoritetet ende nuk kanë dhënë një afat të saktë për normalizimin e situatës, ndërsa ekipet e OSSHE-s po punojnë për riparimin e defekteve në rrjet. Ndërprerjet e energjisë elektrike kanë ndikuar jo vetëm në jetën e banorëve, por dhe në aktivitetet e bizneseve lokale, veçanërisht në zonat turistike.